Përshëndetje miq të Radio Travel, po dëgjoni edicionin informativ të orës 10, ku në live-et në vijim do të ndiqni informacionet më të mira që keni dëgjuar ndonjëherë, sepse ky emision nuk do të jetë fare nga ato edicionet klasike që ju jeni mësuar të dëgjoni në radio, por do të jetë krejtësisht ndryshe, sepse ky është Happy Fit. Çdo ditë me mua do të flasim për lajmet më të mira dhe shpiket më të bukura nga e gjithë bota. Dhe jam e sigurt që do ju rikthejnë atë buzëqeshjen që nuk e di se ku e keni lënë. Ju bëra kurios apo jo? Shumë mirë, sepse pikërisht ky ishte edhe qëllimi. Kështu që le t'ja nisim këtë episod të parë të Happy Fit. Zemra u zgjidh. Një nxënës 14 vjeçar, i quajtur Siddharth Nandaja, ka tërhequr vëmendjen e botës pasi ka krijuar një aplikacion revolucionar me anti-inteligjencë artificiale, i cili mund të zbulojë sëmundjet e zemrës me një regjistrim zëri prej 7 sekondësh. Kjo shpikje ka patur rezultate pozitive mbi 96% dhe është teshtuar në më shumë se 15.000 veta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më shumë të tjerë në Indi. Për momentin është menduar të përdoret vetëm nga profesionalistë të fushës, por pse jo, në një të ardhmen mbase të afërt mund të përdoret lehtësisht nga të gjithë. Puna e Siddharthit i ka sjellë ditë çmime dhe vlerësime të shumta, si ajo që ka marrë nga ish-presidentët e Amerikës Joe Biden dhe Barack Obama. Ai ka krijuar dhe një organizatë i cila synon që t'i mësojë të gjithë të rinjve rreth teknologjisë AI dhe kodimit. Me fokusin e tij në zhvillim për sfidat globale të shëndetit, Siddharth Nandaja po vendos një standard të ri për atë që mendjet e reja mund të bëjnë kur vendosen në të mirë të njerëzimit. Kësaj i thonë, çau të bëj diçka të mirë edhe nëse nuk je 14 vjeç. 1, 2, 3 dhe Parkinsonit i themi bye bye. Një nxënës 16 vjeçar nga Toronto, i quajtur Matthew Shane, ka krijuar një mjet diagnostikues me anti-inteligjencë artificiale, i cili mund të zbulojë sëmundjen e Parkinsonit me një regjistrim zëri prej 3 sekondësh. Nëse ai i pari donte 7, ky i dyti do akoma dhe më pak. Sëmundja e Parkinsonit shpesh shkakton dëmtime shumë të lehta në tonin dhe amplitudën e zërit, shumë përpara se të shfaqen ato dëmtimet fizike. Sheni e shfrytëzoi këtë gjë për të mësuar një sistemi të avancuar të inteligjencë artificiale të dëgjojë për këto ndryshime dhe më pas të tregojë nëse një person e ka këtë sëmundje apo jo. Ai u frymëzua pasi pa gjyshen një shoku të tij dhe kishte probleme shumë të lehta në zë pasi ishte diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit. Qëllimi është ta bëjmë diagnozën e hershme të aksesueshme për të gjithë, ka treguar Sheni në një intervistë. Duke identifikuar sëmundjen më herët, ne hapim dyrë për trajtime më efektive, më të personalizuar dhe rezultate më afatgjata për të gjithë. Ajo që e bën këtë mjet edhe më të vlefshëm është se ai nuk jep thjesht rezultate pozitive po apo jo, por ai gjeneron rezultate të bazuar në probabilitet, duke dhënë mjekëve një masë sasiore e përshtatshme për të gjithë pacientët. Pra, jo vetëm që ndihmon diagnozën e hershme, po jep dhe rezultate me probabilitet që mjekët mund ta përdorin si urdhërthyes. Dhe lajmi më i mirë, ai po planifikon ta bëjë të gjithën falas për të gjithë njerëzit në të gjithë botën. Kështu që duhet vetëm një mikrofon i lidhur patjetër në internet dhe një zë që është më mirë se ai i joni kur ne zgjohemi në 6 të mëngjesit. Pandat shpëtuan. Në Zoo Montana ka lindur 2 këlysh panda të kuqe, një specie të cilat duhet përmendur që janë në rrezik për zhdukje. Më pak se 2500 panda të kuqe mendohen se kanë mbetur në natyrë për shkak të dëmtimit të habitateve të tyre natyrore dhe për shkak të gjuetisë së palishme. Këlyshët e pandës së kuqe lindin të verbër dhe nuk e kanë atë gëzofin që ne jemi mësuar ta shikojmë si kuqe rremt dhe mbështeten plotësisht tek kujdesi nënës brenda strofullës së tyre, gjë që patjetër i bën shumë të rrezikuar. Lindja e këtyre këlyshëve në kofshin zoologjik është një hap i rëndësishëm për forcimin e popullsisë së mbajtur në kushte të kontrolluara dhe për rritjen e ndërgjegjësimit mbi të ardhmen e tyre të brisht. Prindët e pandave të vogla janë quajtur Pavitra Nëna dhe Pabu Babai, të cilët u bashkuan së bashku në vitin 2024 si pjesë e programit Special Survival Plan të shoqatës së kofshëve zoologjike dhe akvariumeve, i cili menaxhon çiftëzimin e specieve të saktuara. Stafi i kofshit zoologjik raporton se të 2 këlyshët janë në kujdes të pandërprer. Në një botë plot lajme të çuditshme, fakti që këto panda të kuqe poshtohen është një lajm shumë mirë, pse jo për gjithë universin. Lajm të mirë, trakoma. Shpresoj mos të dëgjojmë më kurrë prej teje. Trakoma, shkaku kryesor infektiv i verbërisë në botë, është eliminuar si problem i shëndetit publik. Fiji bëhet kështu vendi i 26 që e ka arritur këtë gjë, sepse që prej vitit 2012 ai ka punuar me OPSH dhe shumë organizata të tjera për të larguar këtë infeksion. Dhe ky sukses provon diçka shumë të thjeshtë. Kur njerëzit bashkohen, rezultatet ndryshojnë jetë. Vërtetohet se mirësia nuk ka kushte.
Ajo që nisi si një akt mirësie i thjesht, u shndruar në një lidhje shumë të fortë mes një familje daneze dhe një korbi. Pas shpëtimit të një korbi të vogël 4 vite më parë, familja Rosberg Jensen u gjen në një situatë të pazakontë. Shpejt një mençur të cilit ia vënë emrin Russell, duket se u adoptua nga ata. Russell tashmë një korb i rritur dhe plot shëndet është bërë pjesë e pandashme e familjes, duke sfiduar sjelljet tipike të shpendëve. Megjithëse është plotësisht i lirë të fluturojë në qiell, ai vendos të kthehet për herë në shtëpinë e tyre në Aarhus, duke krijuar një mistik të thellë, sidomos me fëmijën e vogël të quajtur Otto. Ne u kujdesëm për të me mendimin se do të largohej një ditë dhe do të ishte një korb normal. Talerik Jensen, nëna e familjes, por ai kishte plane të tjera. Rutina e përditshme e familjes tashmë është e pandashme me praninë e Russellit. Ai pret çdo ditë në çati që Otto të kthehet nga kopshti dhe të dy së bashku të luajnë në oborrin e familjes. Russell është një shoqërues i dashur dhe paksa shakaxhi, i cili nuk heziton të fluturojë brenda dhomës së ndenjës nga dritarja dhe të ulet në divan. Lerek ndan rregullisht momente nga jeta e tyre e veçantë në rrjetet sociale, duke marrë një audiencë globale me historinë dhe zyrtarsinë e Russellit. Ai është pjesë e Tufuson, thot Lerek, duke theksuar një histori të jashtëzakonshme dhe lidhje që tregon se misia nuk njeh kufi mes specieve. Kjo histori është vërtet si një film që ndodh. Dhe akum vërritëm në fund të Happy Feet dhe për sot, aty ku lajmet janë gjithmonë të mira dhe ku të paktën për pak minuta bota duket si një vend shumë më i mirë. Shpresoj që dita juaj të jetë kaq i mirë sa këto lajme që dëgjuat dhe mos harroni, mbani buzëqeshje e shëndezur dhe nëse ju ndodh diçka e mirë, mos harroni ta ndani dhe me ne, sepse ne do ta shpërndajmë te të gjithë miqtë tanë në rrjetet tona sociale. Deri atëherë, dëgjojmë sërish nesër në Radio Travel në 104.6 FM.